Shkues të nderuar, mirëmbrëma dhe mirë se vini në Kallëzë për një me. Mbi 50 qytetarë janë paraqit vullnetarisht për me kontribu në ndarjen e rrëfimit të tyre për dëbimin që e kanë përjetu para 27 viteve. Rrëfimet e tyre sot janë pjesë e muzeut të ri që është hap prej Bern dhe Prishtina Bienale te stacioni trenave në Prishtinë. E sot në Kallëzë për një me po ju transmetojmë disa prej këtyre rrëfimeve dhe po ju ftojmë me art tek muzeu Eksodi 99, që është i hapur nga e marta deri të dielën, prej orës 12 deri në orën 20. Përveç rrëfimeve në muze mund të shihni edhe artefakte të tjera që lidhen me përvojën e kësaj periudhe historike të dëmshme për Kosovën, ku mbi 1 milion njerëz u dëbuan prej shtëpive të tyre. E tash, po ju ftoj me i ndjek intervistat e realizuara nga kolegja ime Jeta Gjara. Jam e lindur me datën 10/4/1977 në Prishtinë. Gjatë kohës së bombardimeve dhe gjatë gjithë kohës së luftës kam qëndruar në Prishtinë për 72 ditë. Bombardimet më kanë gjetë te shtëpia e prindërve të mi. Do të thotë është lagje në afërsi të tregut të Gjelbërt në Prishtinë. Aty kam qenë me prindrit e mi, me vëllezërit dhe me familjarët të familjes Gjan. Përndryshe në atë kohë isha e martuar, nan e vajzës foshnjës ime 9 muajshe, isha në moshën 22 vjeçare. Shtëpia e familjarëve të burrit jetonin një 2-3 lagje pranë shtëpisë së prindërve, mirë po në kohën e dëbimeve nuk isha pranë me bashkëshortin. Data 24 mars 1999 ka qenë nata kur është sulmuar, domethënë, forcat serbe nga NATO. Kam qenë tek familja ashtu edhe siç thash, në momentet e para ka ndodhur mbas lajmeve të edicionit të mbrëmjes diku rreth orës 19. Me njëri kemi ndëgju, do të thotë, detonimet e shumta të cilat veç ka fillu sulmi. Në atë kohë nuk kam di se çfarë po ndodh dhe çka do të vazhdoj me neve. Më kujtohet shumë mirë kur babi si krye familjar ka organizu, domethënë, një largim sa më të shpejt prej shtëpisë për me qenë pak më të sigurt në lagje. Jemi vendosur në një podrum të një fshiut tonë. Aty kom dajt deri në mëngjesin e radhës, ka qenë një natë shumë e trishtume, domethënë llogaritë dikun ndoshta përafërsisht 8 shtëpi të asaj lagjeve, kemi qenë në një podrum të gjithë, dikun rreth 70-80 persona. Kryesisht gra edhe fëmijë edhe vajza. Për arsye se meshkujt kanë fillu veç me vrojtu lagjen edhe me përcjell situatën se çfarë do të ndodhë. Kemi kalu natën, në mëngjesin e radhës, domethënë situata ka qenë pak më e qetë, prej podrumit jam kthy në shtëpi, kam fillu me u marr, me mendu se është një ditë e zakonshme, po fillimisht e kam vrejt që nuk është e njëjta. Tension, ankth, pasiguri. Kështu kanë vazhdu, do të thotë edhe ditët në vazhdim, ka qenë data 24, 25, 26, dikun deri ka data 27, kur veç kanë fillu që forcat serbe, paramilitare dhe militar me ardhur në lagje, me hynë për shtëpitë tona, me fillu dëbimin, domethënë me fyrje, me kërcënime, me tortura, me maltretime, më na largu nga shtëpiat. Prej datës 26-27, do të 3-4 ditë më njëherë mbas bombardimeve, kanë fillu me bo dëbimin e qytetarëve nga shtëpitë tona. Nuk kam arrit me i pa kështu me fytyra se kryesisht kanë qenë në uniformë. Mirë po, numri shumë i madh i qytetarëve, ato vazhdimisht na kanë bardhë me kërcënime, me maltretime, na kanë largu prej shtëpisë, edhe ne kemi marrë një vendim me prindin mos me qenë rreth shtëpisë tonë, domethënë me kalu në për fshehurazi, me kalu në për lagjet e tjera në mënyrë që me qenë pak më të shëndrueshëm, mos me fillu me njëherë me u largu, mos me lëshu shtëpinë tonë me njëherë prej kërcënimeve të tyneve. Edhe ashtu kemi vepru, do të thotë në lagjet e tjera jemi strehu për pak kohë derisa situata veç është qetësu, një turme madhe ata të cilët veç kishin fillu, domethënë, dëbimin prej shtëpive të tyreve, atëherë na vendosëm që edhe një natë të fundit të kalojmë disi fshehurazi në shtëpinë tonë. Të nesërmen kemi vendosur të shkojmë, sikur edhe gjithë të tjerë, të largohemi përreth fshatrave, duke menduar se kjo situatë nuk ka më zgjatë më shumë se 2 dhe 3 ditë, ndoshta. Kur ke filluar me shkruajt ditarin?
Ditarin kam fillu me shkrujt fillimisht me datën 24. Do të që nga mëngjesin e ditës së nesërme pas bombardimeve të NATO-s, edhe kam arrit vetëm 3 ditë me mbajt, do me thënë 24, 25, 26 mars. Ma tutje nuk kam qenë në gjendje emocionale si duket edhe nuk e di pse nuk e kam vazhdu. Po e marrë këtu një pjesë të fillimit. Situata ishte e rëndë. Pakti NATO mbrëm solli vendimin se do të sulmoj. A thua çdo të ngjet me mua dhe me ty Alb. Ti ishe mësuar me një kujdes të veçantë e unë s'di as si të bëj me ty. Ushqimin dhe ca barëra ti kisha siguruar më herët, por si do të kalonim në këtë gjendje, unë nuk e di. Në mbrëmje, rreth orës 19, unë dal rryma. Për të parën herë, mbi qiell fluturuan aeroplanet e NATO-s. Ata fuqimisht goditën dhe bombarduan caqet e ushtrisë sërbe. Zemra ime filloi të rrah fuqishëm, të shikoj aty dhe përcjellja vetën, pa ditur se ç'po ngjet me ne. Lutjet e mia ishin aq të fuqishme drejtuar Zotit, po në të njëjtën kohë po dëgjoja edhe zërin e babait tënd që do të thoshte gjithmonë, më dhimbeni ju, dhe mendoj se doja dalim. Më herët kisha përgatitur veshmbathjen tënde. Zëri babit tim erdhi fuqishëm dhe më tha, mere Albën, përgatit gjërat e tua dhe eja mbas meje. Të ofrova në përqafimin tim të ndjeja frymën tënde të ngushtë. Mendoja çka pas kësaj, na drejtuan në podrumin e fqiut. Dëgjoheshin detonime të repta. Errësira e asaj nate ishte mjaft e madhe. Pasiguria dhe detonimet ishin këto që tronditën zemrën time. U strehuam në podrumin e fqiut me një numër të madh, fëmijë gjithandej, mes nesh, gra dhe të moshuara. Më të vegjelit ndërta ishe ti, Loriku, Jona, Learti dhe fëmijë të tjerë. Unë të mbaja fuqishëm në prehër, të shikoja me sy të përlotur dhe në një atmosferë e rëndë. Detonimet ishin të një pas njëshme, të forta, aq sa e thyen edhe zemrën dhe mendimin tim. Koha po kalonte, errësira vërehej gjithandej. Vetëm një shkëndi e një qiriu dikun në një fund të podrumit. Dikur vonë me mundësi të rënda materiale të përgatita për fjetje. Vështrimi yt më këpuste shpirtin. Të ofrova në krahrorin tim, gjithsesht në gjirin tim, fillove thithjen e unë të përgdhelja flokët, pa asnjë fjalë mes nesh nuk mundemi. Ishim në mëshirën e fatit e nuk doja të jepja ndonjë fjalë, sepse nuk dihej ç'do të ndodhte me ne. Dikur vonë në një zë të jashtëzakonisht të ulër, të këndova 2-3 këngë, ty voglushja ime, mbyllë sytë dhe fillove gjumin. Dora ime, si dhe dora e mamit tim, tundim vazhdimisht djepin për një gjumë më të rehatshëm, një gjumë që ndodhte në luftë i rënd, një luftë e rënd e trishtuar, që kishte përfshirë po ashtu edhe muret e podrumit. Kush o Alba, cilës ja dedikon ti? Alba është vajza ime. Ditari është i dedikuar vajzës, ditari i Albës time, në atë kohë do të vajza ka qenë foshnje 9 muajshe. Ditët kanë vazhdu të njëjta, do të thotë kemi qenë në një presion shumë të madh, pa ushqim, me kushte të rënda, në një tension të luftës. Jemi fshehu, do me thonë, në një farë mënyre, sidomos gra fëmijë, se prindrit, vëllezërit dhe familjarët tjerë, meshkuj, do me thonë, gjithmonë kanë qëndruar në vëzhgim të situatës si në lagje dhe gjithandej ka ishim. Kemi qëndruar ashtu deri me datën 6 maj. Do me thonë, me 6 maj të vitit 1999, kemi marrë, do me thonë, dëbimin e fundit që ka qenë në atë kohë prej qytetarëve të Prishtinës dhe ju kemi bashkangjit një udhtimi me tren. Do të thonë, ka qenë dikun mëngjesi i datës 6 maj, ora 4, kur kam qenë në stacionin e trenit këtu në Fushë Kosovë, edhe me një numër të madh të dëbuarve, kam nisë rrugën për në Maqedoni. Treni ka qenë i përmbushur. Do të thotë, vagonat kanë qenë të stërngarkum, me njerëz të moshuar të cilët mendzi kanë qëndru, me foshnjë të cilat vazhdimisht kanë qajt, me të rinj të cilët janë mundu në një farë mënyrë me qëndru, se kanë ditë se duhet të jetë një moment që duhet të qëndrojnë të fortë edhe për të tjerët.
edhe për vendin e vetë, sado që ata veç na dëbun për shtëpisë tonë. Ka qenë udhëtim dikun 2 deri në 3 orë, i ngadalshëm i trenit, derisa kemi mri në hanin e Elezit. Mbas 2-3 ore që ndrem një kohë shkurt, kemi marrë informacionin që treni nuk lejohet të kaloj kufirin, do me thënë nuk lejohet hyrja në Maqedoni. Kemi qëndru edhe pak kohë ashtu në tren, pastaj është nis kthimi jonë deri në stacionin hekurudhor këtu prap në Fushë Kosovë. Në tren, në vagonin tim kom pas kryesisht familjar. Kom pas vllazërit e mi edhe familjar të tjerë. Me qenë se fakti që nuk na lejun me hy, kanë fillu paka shumë diskutime mes qytetarëve dhe është folë se diçka ka me ndodhur me neve se nuk është diçka në rregull. Përderisa të tjerët, të gjithë qytetarët, ditë më herët edhe deri në atë kohë, të gjithë të dëbuarit, ju është mundësu lejimi të them se ajo është veç dëbim, po kalimi në një qytet tjetër, në një shtet tjetër, për neve pse jo atëherë. Me njerë ka fillu diskutimi se diçka nuk është në rregull. Edhe? Jemi kthy, do të thotë kem fillu kthimin, edhe dikun ka ndoshta 3-4 kilometra, më duket se është një fushgrup këtu në fshatin Miradi, aty për një herë është ndalë treni. Kanë hyrë, do të thotë, paramilitar, militar të asaj kohe, me kërcënime, me dhunë, me maltretime, na kanë largu nga vagoni dhe ajo fushgrup, ai vend është mbush me të gjithë udhëtarët të cilët kemi qenë aty. Çka lëpshëm? Na kanë thënë që të shtrihemi, domethënë, na kanë urdhëruar që të shtrihemi në gjunjë, edhe ashtu kemi vepru. Pastaj kanë filluar me njëherë me urdhra të ndryshëm, si ato që të nxerrni nga ju, nga vetja juaj, nga xhepat e juaj, gjithçka që keni me vete, tu fillu pri dokumentacionit. Dhe kujtoj se është bërë një grumbull shumë i madh i dokumentave. Njëri prej aty në policëve për rreth e mbaj mend fjalën e tij, tha, të gjitha këto do t'i djegim dhe do të humbet çdo gjurmë juaja. Pastaj kanë filluar ashtu kërcënime, rreth nesh gjithmonë, domethënë në gjitha atë turmë janë sjellur paramilitar, militar, me armatim të pa prej aty në më të lehtave deri te ato më të rëndat. Domethënë gjithmonë janë sill për rreth turmës. Unë isha familjarët e mi, do të thotë kisha vëllezërit 2 më të rinj në moshë, e kisha foshnjën, kështu e mbaja gjithmonë në prehër, menzi arria me i dhonë në ndërkohë pak zgji për me arrit me e qetësu. E kujtoj edhe një moment tjetër, kur një anin atë kohë më është ofru një policë dhe duke pasë unë po ushqeja foshnjën, më tha si e ka emrin. Ngrita kokën edhe ju përgjigja Alba, pastaj një përgjigje e tij që nuk e prita, po prej ty në pritë gjithçka, më tha, si jeni ju shqiptarët, ti e tha një nani idealiste, nuk e pas guximin me quajtur Albania, por e munde vetëm Alba. Do të thënë, deri në atë moment, deri në atë rast kanë shku që ju ka pengu edhe emri i foshnjës time. Në atë kohë kemi ndajt aty shumë gjatë, dikon 4 deri në 5 orë sa e kujtoj. Me njëherë, mbasi që kemi mbledh dokumentacionin, i kemi bo ato grumbullimin e madh, paramilitarët edhe militarët kanë fillu me bo dhunë, me kërcnu, me shty, me sha, me fyt, gjithë qytetarët cilët kanë qenë. Mirë po, pas pak kohe kanë fillu dhe me i përzgjedh trit. Do të thotë gjithë ata mashkujt të cilët kanë qenë në një moshë të mesme dhe një moshë më të re, fillun me i përzgjedh diku 20, ndoshta deri në 30 veta. I largun disa metra larg neve, grumbullin i qëndronin në këtë pjesë këndej, ndërsa ata të cilët i kishin përzgjedhur qëndruan përballë neve. Edhe e kujtoj që ishte një ndjenjë shumë e madhe e frikës edhe mërzisë se çfarë po ndodh me ta edhe me neve. I kisha pranë ata vllazit e mi edhe kujtoj si i kom zgjatë durt edhe i kom shtrëngu fuqishëm dora dorës, ashtu lidhur, tu mendu se forca ime ka me qenë më e madhe me i ndalë se sa forca e Serbit për mos me mi marë. Mirë po, me ata përballë që i kishim ishim shumë të trishtum, sepse vazhdimisht i kërcënonin për pushkatim, neve të tjerëve ju do t'jeni të humbur, Kosova nuk është e juaja, edhe kështu vazhdoj koha. Vazhdoj tortur, derisa në një moment kam dëgju një zot të trisht, një zot egër, i cili tha se
I tha e dha urdhrin deri te komandanti tjetër, ju lutem lerini, do thotë mos zgjuani, mos brazni në ta. Do të thotë ishte fjala për personat e tjerë që kishin vendosur pranë neve në pushkatim, mos brazni në ta sepse ne këtu kemi pranë një person që është shumë më i vlefshëm se gjithë këta të tjerë. Edhe atëherë kom kuptuar se me të vërtetë ajo biseda që është qarkullu në tren se dikush është në mesin ton, mundet me qenë një person shumë i rëndësishëm i kombit ton. Të nxesht e kom kthy kokën mbrapa edhe e kom njoft, e kom pa që në mesin ton kishte qenë profesor Fehmi Agani. E ke po? E kom pas shumë larg. E kom pas shumë larg se turma ka qenë shumë e madhe dhe unë kom qenë në rendin e parë. Po e kom njoft edhe e kom kuptu se me të vërtet është profesori aty, ajo ka ndodhur shumë shpejt kur e kanë marrë, e kanë largu prej turmës, edhe një vetur ka qenë e kuqe, nuk e di çfarë marke, e kanë shty me dhunë, 4 policë ashtu diçka, edhe me njëherë e kanë largu. E kanë shtin kerr? E kanë shtin kerr, po. Edhe ka i skeri. Ne të tjerët kemi fillu me u trishtu edhe ma shumë nuk e kemi ditë çfarë po ndodh me neve, kemi provu me marrë informata çka qysh, kemi qenë që ka shumë përkufizum që s'kemi guxoft as me bo lëvizje. Dhe më thanë, ndoshta ka kalu ashtu edhe një gjys orë, një orë prej momentit kur është marrë profesori, përderisa ka ardhur një komandant tjetër edhe na ka thënë që filloni kush është më i gjinçëm te ai grumbulli i dokumentave, gjeni dokumentin e juj. Merrni edhe ikni, se tash mos ju duhet as vetja juj, as Kosova juj. Na kemi fillu me i kërku dokumentet tona edhe pse ka qenë e pamundur pritana e saj turme njerëzish me arrit me gjetë dokumentin tënd. Mandej ka shku një kohë shumë e shkurtë edhe kom pa që kanë ardhur 3 autobus. Do me thonë, në atë pikë, në atë vend, kanë ardhur pranë rrugës 3 autobus, e kemi kuptu që prap do të na dobojnë për atij vendit edhe derisa ju i kemi ofru autobusit, nuk e kemi ditë se çfarë po ndodh me neve. Në shtinë autobusa, ton që i numër i madh i qytetarëve, llogarit me 3 autobusa kemi qenë. Mundet me konë dikun rreth 70-80 persona në një autobus kemi qenë. E di që ka shumë ka qenë i mbushun sa që Albën, vajzën time, e mbaja kështu lartë në supe, veç me pas pak ma të mundur frymarrjen. Edhe pranë vetës më kujtohet shumë mirë se i njihnin, edhe të tjerë si qytetari njihnin, kisha pranë zonjen, gruajën e profesor Fehmi Aganit dhe djalin, shumë pranë vetës kisha në fillim të urseve të para të autobusit. Vajza më çante vazhdimisht, do të thënë si foshnja, sikur edhe ajo e dinte se kishte qenë një ditë shumë e tresht edhe për ta, ajo data 6 maj e vitit 1999. Unë nuk arija më me qetësu. Shoferi i autobusit e kujtoj se ka qenë i kompsis turke dhe me një fjalë më tha, ashtu me një bërtinë tha, po ti ku je nis me këtë fëmijë? Ku je nis me ton këtë qajt në ky fëmijë? Ju përgjigja thash unë nuk e di as vetë ku jam nis, po e di se ku do të kthehem. Du me u kthy në vendin tem dhe nuk ka kush që mundet më largu prej këtij vendi. Lut na hap ma derën. E di se e kom kundërshtu aq shumë dhe kom kërku prej tij me hap derën, më ka tregu që ka me qenë diçka shumë e rrezikshme. Kom shikuar, kom pranë familjarët e mi, vllazët e mi kryesisht, djalin e Axhës, Axhën, kushërit të tjerë, kom kthy kokën, kom pasë aty ka qenë zonja Sadie Agani, ka qenë djali dhe kemi thonë nëse na zbritni edhe ju pas nesh, kemi arrit me zbrit. Kemi arrit me zbrit tek stacioni autobusave këto në Prishtinë, edhe me tonat trishtim kemi anën e majtë kemi marrë Lagjës, Dardania, kemi vrapu shpejt, kthehem Prishtinë. Ka qenë errësirë mo, ajo ditë veç shkoj, dikur ka ora 20. Kam mri në shtëpi. Në shtëpi kom pas prend, sepse ata kanë qenë shumë këmbgulës, të 2 prend, që mos me dalë prej shtëpisë. Edhe kur na kanë pas se po kthehemi, edhe ata kanë qenë shumë të mërzitun. Kom qenë shumë e ngarkume, psiqikisht, fizikisht, shpirtnisht. E di se kom fjetë që ka të shumë që deri të nesërmën, domethënë në mesditë nuk kam arrit me u zgju prej gjumit. Edhe kur zgjuva prej gjumit, lajmin e parë që ndëgjova ka qenë lajmi për vrasjen e profesor Fehmi Aganit. Nuk e di sa muj me arrit me përshkru një dhimbje, qysh ka qenë atëherë. Mandej çdo ditë kam qëndru në Prishtinë. Çdo ditë kam qëndru në Prishtinë, edhe kam bërë edhe disa herë përpjekje, jo pse në një farë mënyrë kam pas dëshirën, po situata e ka kërku që unë
të dalë dhe të kaloj kufit, se për ndryshe ai fillimi të dëbuarve kur ka nis, na ka nda mu edhe bashkëshortin. Ai ka qenë shtëpia e tij pak metra larg shtëpisë tonë, 2-3 lagje, ashtu edhe nuk kemi arrit me pa njëri tjetrin. Unë kom mbet në pjesën e familjes time, ai me familjen e tij na veç është dëbu më herët. Edhe ai veç ka qenë në Maqedoni. Kështu që tan kohës prindrit e mi tu e pas parasysh se unë isha një femër dhe isha non, ata kanë tentuar një farë mënyre me mbashku me burrin. Edhe çdo dëbim që është bërë, për çdo ditë ka pas dëbime të qytetarëve të Prishtinës edhe të rrethave të vendeve të tjera, kanë tentuar që unë me kalu. Kisha edhe një tentim tjetër, diku ka, nëse nuk e gaboj datën, ka qenë 18 maj ashtu. Edhe mora rrugën me autobusa kësaj here. Përmes në atë kohë ka funksionu Putnik, me autobusat e Putnikut. Nuk ka qenë numër i madh i udhëtarëve. Do të thënë kanë qenë nështë 2-3 autobusa. Rruga këndej për Gjilan, paramilitar, punktet shumëta. Muj me thonë që nështë çdo fshat ka pas nga një punkt. Vajza ishte lindur në kohë të luftës. Unë për vete kisha një dokumentacion të rregullt, një letër njoftim, një pasaport asaj kohe. Ndërsa vajza kishte vetëm një certifikat lindjes edhe atë mezi kisha arrit të asiguroj sepse kishte lindur në spitalin asaj kohe në vitin 98 në spitalin Nëna Terezë. Edhe me qenë se s'kisha dokumentacion, kur arrita në pikën kufitare në Preshev, edhe aty kom pas një përjetim emocional. Sepse prej gjithë atyre udhëtarëve, ma ta në kufirit ka qenë pritje burri. Ndërsa unë këndej, udhëtoja me vajzën. Prej të gjithë atyre udhëtarëve, vetëm nuk më është leju kalimi. Vetëm për shkak të mungesës së dokumentacionit, identifikimit të fëmijës. Certifikate e lindjes u pranë? Nuk ju ka kry punë. Më kanë thirrë, pastaj më kanë tërheq prej asaj turmës edhe më kanë marrë edhe në kufi, në pyetje prej policisë kufitare, edhe më kanë thënë, edhe aty kam pas një fëmijë të madhe, nuk e di, më kujtohet shumë rëndë e kam përjetu, më kanë thonë se nëse dan leje vajzën këto mund është me kalu vetë. E kam shtrëngu fuqishëm, nuk e di çfarë dhimbje më e madhe mundet me qenë për një nani 22 vjeçare, kur ti tenton me pas bashkimin me burrin edhe je pranë me gjithë qytetarët, je prapë në një situatë që shtrond edhe me ndi një urdhër, leje ti vajzën e marrim na ti vazhdo. Nuk kam pas zgjidhje tjetër në atë kohë, ka qenë një situatë shumë e rëndë. Në moshën tem që ka bona e kam vëzhgu shpejt situatën. Edhe kam pas se autobusat që ndalë në kufi të ato duty free, sigurisht për me marrë diçka për vete shoferët, edhe kam shkuj kam thonë të lutna, a mund është më kthy për Kosovë, se nuk më lejojnë me hy. Nuk ka pranu fillimisht. Në atë kohë kam pas edhe familjaren time hallën me vete, ajo ka qenë më e moshës, më të pjekur moshë e mesme dhe ajo ka tentu me shku te burri. Edhe në momentin që ka kuptu se mu po më kthejnë, nuk po më lejojnë, më ka thonë që në asnjë moment nuk ndahna prej teje. Nëse kalojmë të dyat, edhe bashkohemi me familjen tjetër. Nëse jo, atër do të kthehemi prapë në shtëpiat tona, edhe ashtu kemi vepru. E kam lutë shoferin edhe më ka pranu që ka me të kthy për Kosovë, edhe pse kemi me pas shumë vështirë. Sepse llogaritet edhe një herë në për gjitha ato punktet policore me kalu, edhe përkundrazi që në rrugtimin e nisjes kanë qenë shumë udhëtar, në kthimi kishte 3 femra faktikisht. Një shofer dhe 3 femra. Në çdo punkt që kem kalu, domethënë nuk kam dajt në ulse të karikës së autobusit. Kam rënë dysheme, kam kap fëmijën, foshtin vajzën time në gjë. Edhe kom hesh deri sa kanë kalu autobusi prej punktit për mos më pa që unë po udhtoj përsëri në kthem, se ka qenë një rrezik shumë i madh edhe për shoferin e sidomos për neve. Kthehna. Jam rrit prej babës, një babë shumë të mirë, si krejt tonë që kanë ditë më na frymëzu, më na jep forcën, me u gjind prej situatave të ndryshme, se ai qëndroi në Prishtinë edhe në atë kohë me mendjen se a kam rri autobusi. Më thonë e ka llogarit kohën tanë kohën se a ka shku autobusi, a ka nëmri me dalë. E ka kuptu që pjesë e Hajvalisë dhe Graçanicës punojnë telefonatat. Edhe ka arrit me shku te familjarë të tjerë në Hajvali.
kam ri me fol me burin tem telefon. Dhe më thonë, burin në atë anën tjetër të kufinit të më ka pritë mu. Edhe në momentin që gjithë udhëtarët e tjerë kanë dalë, e ka pa që unë nuk jam, ka marrë fotografinë cilën e ka pas dë vetëmën, edhe udhëtarëve tjerë ka thonë, nëse e keni pa këtë vajzë me një vajzë tjetër, ka qëllu bashkë në një grue cila ka qëllu pranë me në autobusin e njëjtë, dhe ajo i kishte dhonë informatën se po të njëjtën vajzë dhe me thonë i kanë kthy për Kosovë. Edhe për burin ka qenë normalisht shumë e vështirë kjo, se është kthy në Maqedoni edhe nuk ka ditë mos ka me vepru. Pjesën tjetër, babi ka thirrë ata në telefon, do me thonë burin tem. Edhe ka pas kontakt, edhe i tregon thot nuk kam arrit me taku lindën. Thot si duket prej gjithë asaj turme të gjithë e kanë kalu kufirin edhe janë dëbu, kanë ardhur në Maqedoni, e vetëm ja është linda dhe nuk kam kurfar informate mos se çfarë ka ndodhur me ta. Na e kemi pas atë fat të mirë që kemi mujtë me mri me shoferin i cili nuk e harroj se nuk e di, më duket se ka qenë edhe ai komsis turke, edhe vazhdimisht na ka lutë nëse dojmë diçka ushqim, t'jena ma qeta, mos kemi frikë. Kem kalu rrugën edhe kemi mri deri në Hajvali, do të thonë që është lagja para Prishtinës. Në ato momente babi e kishte llogarit kohën edhe ka thonë që nëse veç e kanë kthy, ka mundësi që vjen me të njëjtin autobus, që ka bo edhe nisjen. Nuk ka pas guximin me qëndru në rrugën kryesore, po ka gjetë një vend, ashtu një vulkanizer, e kujtoj, edhe ishtë strehut ai vulkanizer. Një moment që nuk e di qysh shihet ndryshe shpëtimi kur e sheh se në mesin e rrugës për një moment del prindi baba edhe e përshëndet, do me thonë shoferin me dy dorë lart edhe i thot që të stopoj të ndal. E njeh autobusin cilin na ka përcjell. Edhe unë dal e shoh, do me thonë është baba. Ka dal me na marr neve. Më ka thonë, po vazhdojnë, apo shkojnë Hajvali, se tash është, do me thonë, mramje, jeni pak të kërcnum, nuk e di që shkëthemi për Prishtinë. Po e vetëmja, do me thonë, qaq kom qenë e raskapit në dëshira e me ma e madhe, ka qenë veç edhe njëherë me u këthy në shtëpinë temë dhe me përqaf, në anën temë dhe me gjetë pak qetësi. Kam dajt në Prishtinë deri në fund të bombardimeve, deri, do me thonë, dita e fundit. Ka qenë, nëse nuk e gaboj datat e para qershorit, 8-9-10 që aty dikon. Veç sa kishim fillu, do me thonë, ata që rikthehen prej vendeve të tjera. Kom qenë të evnu Albën, vajzën në gjumë, edhe kom dëgju një zaj që po e shtyn dikush derën tonë, të familjes, shpijës time fuqeshëm. Kom dëgju zanin e ti që ka thirë. E di që nuk e di në i vrap që ka qenë ma i madhë shkallëve, edhe një përqafim shumë i mirë edhe shumë i madhë, mas të në asaj situate. Po, krejt këto që i fola, do me thonë, janë shumë të gdhendu në kujtesën time. Ka, shpesh herë i kujtoj. Ndjej shumë dhimbje për gjithë ato familjet cilat historia aty në flet ma shumë edhe shumë ma e rëndë se historia ime. Më ka bo shumë të fuqishme. Më ka jep shumë frymëzim normal për me vazhdu jetën, me qenë një atletare në formën tem, atë sa unë mundem me kontribu për vendin tem, për fëmijët e mi, për jetën. Në RTP kom punu nga vitet 80 dhe kom punu si pjesë e stafit teknik. Do më kom qenë teknik, atëherë ka qenë një pozicion telegrafist, do më teknik për telegrafi dhe telefoni. Me thonë të drejten, më kujtoj shumë mirë ajo kohë, isha i ri dhe problemet atëherë që i kemi pas, gjithmonë kanë qenë këto problemet në vazhdimsi nga politika e pushtetit sërbë. Unë e kom punuar faktikisht në mirëmbajtje servis atëherë dhe kem pas faktikisht shumë trysni, presion nga stafi aty që ka punuar, nga politika e servis. Ajo kohë dihet që sidomos pas viteve 1981, kur shpërthyn demonstratat, atëherë filloj shtimi e presioneve të punëtorët, të stafi, edhe në stafin teknik. Ishte formë shembull që çdo problem që kishin, edhe probleme teknike,
fillojshin të gjunin në rrafshin politik. Si shembull, jo shembull, nuk vini me kry shërbime teknike, shkaku që ne jemi Serb, ose shembull i ignoroni komplet problemet tona, shembull edhe në probleme teknike. Do më thonë që gjithmonë ju në mundu me zhvendos problemin edhe teknik në fushën e politikës të tyre. Kështu që ka qenë një periudhë me tensione, me probleme, me pasiguri, një lloj pasiguri aty të stafit, deri në vitin 90, do 1990, kur përfundimisht me 5 korrik na dëbun të gjithëve. Edhe aty, për shembull, atë invadimin faktikisht të policisë të pushtetit atëhershëm, filloi shembull që na largun me dhunë, unë kom pas mjaft probleme. Faktikisht ata na dëbun të gjithë, unë rezistova për mos me dal nga puna. Kështu që ata fillova ato kërcënimet me pas nga ata ish policët të pushtetit, edhe kështu që unë për një kohë isha në vëzhgimin e tyre edhe monitorimin e tyre. Kështu që nga e nesërmja që ishte, atëherë sindikata e atëhershme e punëtorëve të RTP-s mori vendim qëndrim që mos më i pranue organet e dhunshme të asaj kohe. Kështu që na të gjithë faktikisht u dëbum nga puna dhe mbetëm në rrugë. Kishim qëndrimet tona politike, prezentojshim gjithë represaljet dhunën ndaj shqiptarëve, edhe kërkesat normalisht të popullatës e shfaqshim në ekran televiziv. Ajo politike e tyre, redaktuse, që ishin atëherë emna emblematik për të asoj kohë, si Ali Alaj, Jusuf Ferizi, kishte edhe shumë të tjerë, të që ishin në vijen të politikës reale që në atë kohë, edhe ata të gjithë i hoqën nga redaktura, nga redaksia, edhe menaxhimit gjithashtu, vendosën menaxhimit kukull të asaj kohë. Kështu që nuk patu mundësi me zhvillue politikën redaktuse reale, si ishte gjendja në teren, edhe asaj kohë, edhe fillun njerëz të vinë, për shembull, nuk ishin të njohur ose nuk i përgjithshëm realitetit. E kështu që me 6 korrik, 1990, politika asaj kohe e vendosi pushteti, e vendosi një menaxhim kukull dhe e vendosi njerëz të vet dhe i bëri një listë nga redaktorët dhe gazetarët edhe njerëz të jo dëgjueshëm të politikës së tyre i hoqën nga televizioni i Prishtinës. Zyrtarisht kemi met në rrugë, kështu që edhe na kanë mbet bosh, edhe se na me vonesi mashëm pagat, na kanë mbet edhe bosh edhe në paga qysh atëherë. Faktikisht na metëm rrugë, metëm pa kurrë të ardhura. Unë për vete isha kom pas familjen e madhe, i kisha 4 fëmijë. Gruaja ishte 7 zanë në Arjanin, kështu që unë meta vis rrugës, edhe një lloj pasigurie, një lloj pashpresë, kështu që fillu me gjetë si ke mujtë. Se atëherë ka qenë dëbimi masiv nga puna të gjithë shqiptarëve, kështu që për me kriju një vend pune ka qenë shumë e vështirë. Deri me shlirimin e Kosovës na metëm pa punë. Fushata e NATO-s kundër sasqeve serbe më kanë zonë në shtëpi. Domethënë isha me familjen në shtëpi, me 28 mars, po ndu ka qenë edhe fest fetare, Vitër Bajrami, që faktikisht nuk u shënue, nuk u festue, ishëm me familje të gjithë. Unë isha me 8 antar familjes në atë kohë bombardimeve. Kisha të moshës nga 7 deri në 70 vjeç në shtëpi. Prindrit edhe fëmijët. Po, unë edhe me fëmija edhe kom pas edhe gjyshën, nona e shoqës, bashkëshortës. Edhe atëherë më kujtoj shumë mirë atë ditë kur forcat serbe fillun ta granatonin dhe të djegën shtëpit në periferi të Prishtinës, Sofalia, kujtoj shumë mirë, edhe pasi që kryn punën si pas tyre, atëherë u kthyn nga ne për qëlluar me armë të ndryshme. Na jemi faktikisht në rrugë Tokbashe, është periferi, faktikisht parku i Gërmis, se ata fillun nga periferia,
duke bë shtypje presion, kështu që na fillum nga frika, fillum shembull nuk na dha as kohën shembull të përgatitemi të marrim rrobat element për vete, edhe fillun të zhvendosëm të ikë nga plumbat e tyre. Sot dijune në Sofali qysh atë dite, dikun 14 veta janë vra, edhe është një zhdukur sot dijune. Në lagjën tonë u vra një komshi, edhe fillun të shtënat, plumat na shkojshin rreth këmbëve, edhe fillum na të zhvendosemi. Edhe u zhvendosëm në lagjën afër Tasligjës, është Avallat, ishte motra ime, e madhja, aty të gjithë shkum, aty edhe u vendosëm, dikun kemi qëndrue një 3 ditë. Edhe ishte një shtëpi që na numerikisht ishëm 40 antarish. Edhe nuk kemi pas kushte aq shumë. Ishin polic, ishin me armë të gjata, edhe fillonin të kërcënonin edhe të jepnin urdhër për lirimin e shtëpisë. Familja jonë ishte dikun 33 antarësh, kryesisht ishin fëmijë, edhe në rrugë kur kemi dalë në çdo udhkryq apo në pika kyçe të rrugëve, kishte patrolla, kishte kontrolla të pushtetit. Ishin paramilitar, ishin polic, ushtar. Aty fillun problemet, represaljet, maltretimet, dhunimet fillun aty. Qysh në 200 metrëshin e parë, në ndalën një grup paramilitarësh, në kërkun të holla, qka patëm i dham, edhe pastaj në lirun, edhe vazhdum për stacion të trenit. Aty në thamë në shku. Fillum të ushtetit nga punkti në punkt, të shkolla teknike është një udhkryq në Prishtinë, rrugat që shkon për Gërmi edhe duke për ishë proletare, ishte vendos një punkt i madh i forcave serbe. Aty na ishëm në kolon, ishëm familja jonë. Më kujtohet unë isha i fundit se e presha këta më të vjetret, ju ndihmojsha, më ndalën mua, faktikisht, edhe më thanë, ti e jam e neve. Kështu që unë u ndova nga familja, familja me të shokume, duke me ndu më të keqen, fillun aty në një rrugis, ashtu më fotën, edhe fillun kërcënimet, maltretimet, plaçkitjet, të gjitha. Ata fillun me ofendu së pari, thanë që për juve këtu vend nuk ka në Kosovë, Kosova nuk është e juja, kemi ju shkatru të gjithve, s'keni me u këthy këtu asë njerë, harroni këtë vend, nëzirë të gjitha që i kije gjësandet me vlerë, të gjitha qka pata, fillun me të kontrolue, fillun në zorën armën, më kërstun që do të më vrisnin, kështu që më në fund disi shpëtoha nga ta. Fosha sërbisht, se sërbisht normalisht që në atë kohë e kemi ditë, që jemi më të vjetër. Çka i theshe? Thesha, që ku jam, s'kam ku shkoj, unë shtëpin, unë këtu jam, unë këtu jetoj, i lindur në Prishtinë, faktikisht jam nga stërgjyshet, jam moti këtu, s'kam ku shkoj, unë shtëpin times nuk mundem ashtu mja këthy shpinën. E kështu që më lirun disi, po pam rri 200 metra, kujtohet shumë mirë, në jethojmë Xhamia Mesme. Aty, një punkt tjetër, një grup policës, disa ishin me maska, edhe aty në ndalën, në maltretun, besa edhe disave edhe fizikisht maltretun, e rahën. Në thanë që nëzirni të gjitha mjetet e identifikimit. ID-t, faktisht, letër njoftimet, pasaportat, të gjitha i nëzërëm, e të gjitha na i agjasun. Edhe thanë që këtu për juve nuk ka vend më su këtheni. Edhe normalisht që të gjitha, qka i patëm gjësandet me vlerë, na i morën, si të gratë, si të tjerët, na plaçketën, pastaj na vazhdum. Po prapë kur mbrinëm gjatë rrugës, banorët sërbë gjithmonë, banorët sërbë nga ndërtesat
folshin, ofendojshin në atë kohë, na në ishëm kolonë. Kështu që më rritëm tjerit e rrethi i Arbëris ose Dragodanit në atë kohë. Unë e mora një fëmijë në krah, duke mendu që nuk do të ndalë në shkaku i fëmijët, do kanë pak respekt, shamë mëshirë ose që do një. Unë mua më tha, lësho atë mi edhe eja këto. Po na nuk e dishëm për shka po thira, po shamë e kishëm përjetu edhe ato maltretimet, edhe fillun me maltretimet prapë. Lëshova fëmijën, shkova, në zirta që ka ki kretë me vlerë, nuk kisha, se të gjitha na i morën më herët. Disi edhe aty shkun të të mbritëm të stacioni i trenit, çka me po. Muj me thonë që me mira kanë qenë. Me mira kanë qenë, edhe të gjithë kanë qenë ullur, edhe aty kontrolën e kishin forcat serbe, monitorishin çdo gjë, kështu që edhe me fol nuk lejoheshin. Ka pas edhe, më kujtohet shumë mirë, gjyshja, shkoj të me pi ujë dikun, edhe e kishin pa shty fizikisht, e kishin pas për tokë, e kishin pas vendosë. Kështu që thanë që dy prej banorëve aty popullatët që nuk ka shansa me hyrë në tren se nuk ka vend, është vështirë me hyrë. Unë e llogaritat që nëse ndalet, është e pamundur me hyrë brenda, nga ajo popullata që ishte aty me mia. Sa ka qenë nisje, unë kom kësy, jem kom këta. Por që ata s'kom pritë shumë unë. Tu nis? Po, tu ecë. Tu ecë? Tu ecë. Vlovët, kur ka deshta, i ka deshtë me rosë ati kom, për pak i ke ngre, se këtu jash kelë. Kjo ka qenë e njëjta, këto karrige ka qenë të njëjta, uqët ka qenë të njëjta, këto dollapa që për bagazh kanë qenë të njëjta, faktikisht identik. Këtu kemi qenë të gjithë ne, kemi qenë dikun 30 veta, të gjithë kemi qenë në këmbë, asnjë s'ka qenë ullur, edhe kemi arë këtu të gjame, të dritarja, edhe kemi lëshu poshtë, edhe kemi lëshu tërë në fund, edhe kemi fillu tash me të rjek të gjithë, shamë fëmijët edhe gratë nga kjo pjesë e dritarës që është e hapur. Kështu që mbranda jemi futur të gjithë, dikun 30 veta kemi qenë mbranda. Edhe kemi qëndruar në kamp, edhe teri kështu me orë të tëra, teri sa kemi mri në stacionin e fundit në Han të Elezit, ku kemi zbrit. Kjo ka qenë një peripeti, ka qenë shumë, ka qenë faktikisht udhëtimi i zorshëm, udhëtimi me probleme, me frikë, kështu që kemi qëndruar të gjithë bashkë. Nusja vllaut ishte e re, ishte shtatzane, kështu që ishte e pamundur shembull me deportu në vagon, në përder, si që shpjegova më herët, po fillum të tërhiqëm nga dritarja, kur erdhi radha e shtatzanës, tham kujdes se mund me pësue keq, edhe fillum të tërhiq 2-3 veta nga dritarja zgjatën dorën, po e di që ka qenë shumë e ndihshme, edhe prap faktikisht ajo domon arritëm që pa problem ta fusim brenda në kupe. Ai rast me të vërtetë më kujtohet, bile kur ka lind ky fëmiu e asaj kohe, disi e kemi më të veçantë, se ka qenë rasti i veçantë, po ka qenë krejt në rregull, pastaj s'ka pas ndonjë problem. Kështu që ka qenë një rast që me të vërtet na ka mbet në mendje, shembull rasti i saj. Kështu që as frym nuk e mujt me marrë shlirë. Edhe më kujtohet 3 vetave plakave ju ka ra fikt. Nga afiksimi, shembull, pa oksigjen brenda, edhe ishte shumë ngushtë.
Pastaj, aty me një vonesë, unë nisë treni drejt Fushë Kosovës. Nga Prishtina për Fushë Kosovë. Në Fushë Kosovë unë dalëm dikun rreth 2 orë treni qëndroj në stacion. Forcat sërbe me të armatosur vetëm se monitoronin çdo gjë dhe kërkonin mos po njihnin dikon apo kërkëshin dikon, kështu që ose provokonin, kështu që na qëndruam në 2 orë në frikë, në pasiguri, çka do bëhet me neve, apo na dërgojnë në kufi ose dikun tjetër për asgjësim. Edhe pas 2 orësh, treni u nis dhe mbritëm në Ferizaj. Edhe aty në Ferizaj, dikun ka 1 orë e gjysmë ashtu diçka, prapë aty u ndalë, kontrollonin ata, u sillshin rreth trenit, shikçojshin, pastaj fillon terit e Hani Elezit mbritën. Kur mbritën e Hani Elezit, na zbritën nga treni dhe fillum të esnim veç brenda binarëve. Na thanë, mos dilni jashtë binarëve se mund të ketë shembull si mjete eksplozive. Dhe na aty fillum shkum teri nga Hani Elezit deri në vend i quajtur Blac. Ajo ishte një fushë e hapur, faktikisht një grop. Mbretëm aty, nuk kishte asgjë, po ishin me mija njerëz, kishte njerëz. Po aty ishte faktikisht dhimbja më e madhe e shqiptarisë ishte ai vend aty i Bllacës. Ku nuk kishte as kushte elementare, as kishte buk, as kishte ujë, as nuk kishte strehim. Ishte balt, teren ishte shumë i keq. Kështu që na metëm faktikisht në qiell të hapur. Fillon fëmija shama të kërkonin buk, të kërkonin ujë, të kërkonin strehim, ishte ftoft. Mbetëm me shpresë që mos diçka po bëhet për neve. Kështu që ato momente me të vërtetë kanë qenë shumë të rënda. Ne kemi llogaritë që do dalim shamë në Maqedoninë Veriore. Aty në zonë edhe nata, ishëm krejt familja, në qiellin e hapur, pa tenda, pa ushqime, pa të gjitha. Ka qenë një prilli, kështu që ka qenë, sidomos temperaturat e natës, kanë qenë shumë, plus ka qenë moti, ka qenë me shi. Kujtohet shembull fëmijët e vogël me një ambrell shembull nga shiu i kemë mbrojt. Në Bllacë kom nejt 2 ditë e 1 natë. Se faktikisht bona presion shembull që për shkak fëmijëve se fëmija kishin ftofje, ishin smut, më kujtohet shumë mirë. Kështu që lypsha çdo zgjedhje që sa më shpesh shembull për fëmijë të dalë shembull në një vend më të sigurt. Nuk kishte ne furnizime. Nuk kishte. Fillon diku shembull të furnizohen me gjëra ushqimore, me bukë, nga pak. Kishte edhe batanie ka pas. Po ai që mu i kemi mbërri nuk ishte për të gjithë. Po na u solidarizohesh me njëri tjetër kur ishte më keq, dikush më i smut, më i moshuar, shembull, ose ndoj fëmijë, improvizojshëm shembull edhe diçka shembull për me shtruhe, shembull se ka qenë balt, ka qenë gjeshëm diçka në far kashte, diçka gjeshëm diçka. Dhe tenda s'ka pas, fakti ka qenë hapur krejt. Ndesh ndonjë zjarr, se ka qenë edhe ftoft aty, edhe në grumbulleshëm rreth zjarrit të gjithë. Gjysha shumë gjendje keq që ka qenë. Kujtohesh ajo veç i rat fikt, edhe se ishte edhe shi, e gjetëm një thes ashtu diçka, edhe futëm në thes për me mbrojt. Ajo veç dul jashtë në ato në kufinë në Maqedoni, nuk e dishëm ashtë gjallë ajo. Veç ajo u smurë, se ishte në mosh. Pasi që u hap kufiri, gradualisht fillon me lëshu, edhe ne dolëm, në ndajtë nga familja, aty ishte rrëmuje madhe. Ata policët Maqedon i morën së pari fëmijën edhe gratë. Edhe të tjerët nuk shkuan. Kështu që dolëm në Maqedoni, na vendosën në një fshat, në një kamp, Radush, sa dijone, Radush. A u takove me familjen aton?
Jo, nuk u takova me familje. Atë natë unë isha me disa të tjerë në një vend banim të refugjatëve të Bosnjës e Hercegovinës, që me thonë drejtën nuk na pritën bashkë mirë. Na kemi fjetë në korridor, ata ishtë në përdhomat e tyre. Pastaj familjen time e kishën dërguar në kamp, të improvizum në Radush. Atëherë kanë qenë ato kampet Shegrani, Stankoves, Radush, të mirë njohura. Kështu që të nesërmen fillu me i kërkue edhe gjetëm në Radush edhe aty. Domthonë nuk ishin larg neve. Nga aty kemi fillu shanë me o gjetë, dolëm nga kampi për 2-3 ditë edhe shkum në Tetov. Edhe kur fillu me u kthye pas që hyrin atoja, u kthym të popullata, fillu me vetë iniciativë, me u kthye, erdhëm nga Tetova me furgon, ku ishëm të vendosë 8 veta, antar familjes time, edhe kishëm disa gjësende, të mira kështu elementare, duke hyrë në Prishtinë, ne vërejtëm që popullata serbe përgatitet për me lëshu Kosovën. Ishte një kolon. Aty komunikacionin, trafikun, NATO-ja e drejtojke. Ushtarët e NATO-s. Kur mbrita në lagjën time, keq me thonë, po, është ajo populloshe era shkrum. Era shkrum. Faktikisht sikur kur nuk kishte jetu askush. Ishte rritur bari, kishte marrë një krejt një pamje tjetër shkret. Edhe ishte një qetësi jashtëzakonisht e madhe. Qetësi e frikshme. Aty fillum me besim, me shpresë që do bëhet më mirë. Shikues të nderuar, ndoqët intervistat që janë realizuar si pjesë e muzeut Eksodi 99, i cili paraqet edhe artefakte nga ajo kohë e ne, ju ftojmë ta vizitoni këtë verë, edhe muzeun të stacioni i trenave në Prishtinë, edhe muzeun tjetër Reporting House që është te statuja e Skënderbeut në Prishtinë, e që janë të hapura prej të martës deri të dielën. Ju vazhdoni me na shkruajt në kallzo.com dhe deri në emisionin e radhës, mirëmbëjtje.